Ndihmoj pak me perimet. Nuk mund të mungojnë ngjyrat edhe perimet tani të sezonit. Pra, taliera blu, që ne i ndajmë sipas ngjyrave, gatimeve, siç i ndajmë ato mikrofibrat leckat për pastrim, jeshile blu që dhe ato kanë një kuptim pse kanë ngjyra, ashtu janë të talierat tona për të organizuar produktet. Pra, kemi patlıcanët, kemi patatet, funguj, domate, hudhra, salcë të koncentruar, piper të zi dhe krip. Çfarë do të gatuajmë me këto përbërës? Një turli. Pra, tjetë si tip kuici. Pra kemi 4 lloj perimesh, erza po ashtu. Siç e shihni nuk kemi përdorur mish, kur ka shumë perime dhe këtë gatimin e turlis e shijojmë, besoj se dhe ju bini dakord pa praninë e mishit e përdorim në gatime të tjera. Por tani është koha ende që të marrim potencialet, vlerat, elementet që kanë perimet në treg, pa ardhur dimri që janë ato perimet pastaj të tjera, kalojmë tek preshit, e lakrat edhe gatimet që vijnë prej tyre. Një gjell e shpejt. I kemi vendosur në ujë edhe patatet edhe patlıcanët për të mos u oksiduar nga ajri, por patlıcanët patjetër që kanë edhe nevojë të qëndrojnë në ujë për të larguar shijen e hidhur dhe për të dhënë më shumë shije në gjell. Vendos tiganin të nxehet. E vendose kulaçin, shumë bukur. Tani do ta presim të piqet. Gjalpin, e pa që unë e lyeve pak të vetëm me vaj dhe në fund fare i jap atë spërkatjen e duhur me gjalp. Largoj ujin e patateve. Sikurse të marrë dhe qepën apo se kemi këtu? Marrë dhe qepën. Shojmë ndërkohë të shkruar recetën e trullis me perime të zakonshme, mund të zgjidhni e të shtoni perime të tjera për ta bërë më me ngjyra ose për të qëndruar në bazën e trullis. Ne ju sugjerojmë këtë trulli me këto përbërës. Shojmë pak së bashku produktet e kësaj recete të gjellës son të drekës, një trulli të stinës, një patlıcan, një kungulleshk e madhe, 2 speca, një likuq, një jeshil, 2 domate të mëdha të pjekura, 2 qep mesatare, 3 thelpinj hudhër, 4-5 lug vaj ulliri, krip piper rigon ose borzilog i freskët dhe opsionale pastaj një lug salcë domate. Dije që për turlin kemi një sasi më të madhe të qepës, sepse na duhet që të lidhet e të plotësohet. Unë tek qepa, nëse shikoni, kam shtuar edhe presh të bardhë. Shiko? Pjesën e kokës. E kam vendosur qepën në ujë. E kemi thënë për një prerje shumë të mirë të qepës, ne e vendosim në frigorifer ose në ujë. Bëhet ajo zbutja e duhur dhe prerja më e duhur e qepës. Siç e kam në ujë dhe kemi thënë shumë mirë që qepa më e mirë, skuqa ne nuk na duhet vetëm të jetë vaj i nxehtë që kam unë këtu, por duhet që të jetë edhe pakës fare ujë. Prandaj të kam shtuar ujë që në brendësi qepa në trupin e saj ka kukajt ujë, por të ketë edhe më tepër. Bashkimi i qepës me preshin është një shije shumë e duhur, sikurse gjalpi me vajin. E largoj. Bëj një kaurdisje, normalisht. Me pakës krip, për t'i dhënë atë shijen e duhur, sikurse pakës fare e ndryshova më ne shiko. Po përse jo, mos të shtoj pak gjallë. Sepse unë nuk s'kam vendosur mish. Ka të bëj një gatesë sa më të shëndetshme. Specat
Kam vendosur tile të tilla me qanë të vogla. Do thoni ju kam lënë edhe 2-3 fara brenda, sepse edhe farat kanë vlerat e tyre. Nuk është speci madh, që ma të më A pjesa e patjetër farat bashkë me pjesën e fibrës, ajo pjesa që lidh. Dhe themi fibër, por faktikisht nuk është fibër, se nëse do ishte fibër për benefitin e trupit tonë, do ishte shëndetshme. Po janë ato pjesët lidhse. Janë vështira për tu tretur ndaj edhe. Ose në thojza shtyllat e specit. Personat, ka persona që kanë probleme me stomaku, nuk i tret ato farat dhe të gjithë po kemi problem në këto ditë pothuajse, sepse ushqimet bëjmë punën e tyre. Nëse unë dua apo jo? Pse mos të dua? A mund të shtoj pak sheqer? Edhe mund të shtoj dhe tërhiqem, si puna e baticës dhe zbaticës. Shtoj qik sheqer, se nuk është një gjë e madhe, opja. E kaloj këtu. Pra shikojmë masën e ujit që lëshon qepa. Pra tani, unë bashkë me sheqerin, kaloj në një qep të karamelizuar. E por nuk do t'i vendos kapakun, po do i vendos dhe pa kapakun që unë ke mundësin. Se zbutet dhe më kollaj. Që të më zbutet. Tu kam domatet patlıgjanët dhe më duhet e pa bindur. Edhe udhra se kemi dhe e pa bindur. Perime që shkojnë shumë me kombinimin me 2-3 thelpinj hudhra, i duhet turlis. Si kombinimi mirë, do i duhesh, do i duhesh? Udhrat? Do i duhesh bërziloku. Tanë, të kerzat. Shumë i mirë dhe i duhur. E di që gjithë do thone që jo majdanozi. Jo. No. Bërziloku. Jep dhe një aromë të mirë, plus që ka pranin domatet, salca. E tillë që i gjithë. Edhe a ka mundësi biles të ashtoj hudhrën në mënyrë të tillë? A ka mundësi? Ka mundësi. Patjetër që ka mundësi. Do të zbutet dhe do të tretet, bëhet si pelte. Ja, e tillë. E tillë të jetë. Tani, do t'i marrësh pak salcën. Salca le të jetë koncentrat. Ja, derisa të filloj dhe të jetë e një trajshme bashkë me qepën. Ne po të duam, normalisht këtë gabim, mund ta kalojmë dhe në tavë. Dhe në tavë balte. Si që përdorim me fërgesat? Një gjë e tillë. Do të shtoj me radhë pataten. Pra, nësë mo do më duhej rregullësia e qepës, normalisht unë e kaloja në blender dhe më rëmua beti. Pra, nuk më duhet mua qepa, sepse qepa avash do filloj të tretet. Pra, qepën unë e kam prerë në gjysmë hënë. Pra, ka një rol tjetër, nuk është vetëm lidhse, është edhe produkt më vete, si thuash. Si pjesë të urlis e perimeve që ndërtojnë atë. Do të shtoj edhe pakës fare piper. Masën e domates. Do thoni ju, se prap gjithmonë do thoni ju. Po përse domate ku nuk kemi shtuar salcë? Dhe sërish do bëja të pyetjen retorike, pyetje përgjigje. Patjetër që domatja e freskët ka të shijen tjetër, kurse salca është më vete. Përse i shtova salcën e koncentruar, që të kem shije më vete, dhe këto domatet e freskëta të japin. Edhe ngjyri jep më të theksuar. Prandaj dhe salcat bëjnë të koncentruara. Kjo është dhe arsyeja. Dhe sheqerin që ashtuam për shkak se e koncentruara ka më tepër aciditet, kështu që e balancon, e ekuilibron pak. Pataten e kam vendosur që të jetë në ujë të nxehtë. Në ujë të nxehtë me krip. Patlıgjanën e kam vendosur në ujë të ftohtë me krip, pra kam dy alternativa, një me ujë të nxehtë e tjetër me ujë të ftohtë. Tek patatja për të krijuar atë zbutjen e duhur dhe tek patlıgjani për të mbajtur struktura e vet që është e kripur, sepse nëse unë do të shtoj
ujin e nxehtë, normalisht do ta zbus, po nuk kam nevojë për zbutjen e patlıxhanit, njëjtë të kungullit. Normalisht e dim që kungulli në trupin e vet ka më tepër ujë. Shtoj patlıxhanin. Nëse ne kemi dëshirë, ne normalisht ne mund ta skuqim. Por mua më rroft atëherë që hoqa mishin dhe të skuq patlıxhanin. Jo. Pra nëse unë dua të shëndetshme, me më shumë vaj ashtu. Bëj vetëm kaurdisin dhe ju e pat shumë mirë, kaurdisjen me ujë, pra lash në trupin e qepës, lash ujë, që ta kaloj atë në zjerje, në sotarizim, vaj ujë. Një përzjerje, pa tjetër që do ta përzijej. Sepse tani mua më duket po e përzijën zonja Albana kur ju thoni për shembull që nuk duhet përzierja. Po të lyhet me salcën, marrin aromat, pe njëra tjetrën, kjo është arsyeja dhe tek patlıxhani shtojin kungujt, sikurse edhe specat që janë aq të vegjël sa nuk kanë nevojë të coptohen. Po, i largoj duke rregulluar shijen jo në fund, shtoj masën e kripës së duhur, sikurse shtoj edhe piperin. I largoj dhe më duhet paksa fare ujë, gjë që unë fillim do të shtoj pakës qumësht. Dhe më thëmë dreka jonë për sot, një copë kulaç dhe një pjac nga kjo trulia me ngjyra, me vitamina dhe me shumë shije, dhe me erzat e preferuara, si që është borziloku që t'ja shtojmë në fund fare, pa dyshim, që të mos humbasin edhe vlerat dhe të mos t'i tërsohet dhe gjithja të qëndroj ashtu jeshile. Kapaku i mungon dhe lëm në qetësinë e vetë për t'u zbutur, për t'u zier dhe të presim të bëhet edhe kulaçi. Ne do t'ju presim pas reklamave për të gatuar recetën e tretë dhe sigurisht do t'ju tregojmë pastaj edhe në kanalin tonë në YouTube mënyrën e përgatitjes edhe njërë nga e para duke i ndarë recetat më vete. Ka kulaçi, trulia dhe receta e tretë çfarë ishte? Qofte me qep, ose petulla me qep, si të dëshironi ju. A e marrë dhe fuset e këtë në furun, sepse nuk dua... Po. Vendose në furrë, le të mpiksen të zbuten aty produkte dhe ne rikthehemi pas publicitetit, ju presim.